fshati jonë që në harres qysh ku është këthy sistemi. As i lloj investimi, sidomos fshati Jasgjës, as ujë, as rruga, as gjë fare. Çdo gjë për ta kuptuar, është fshati i vogël, fshati i madh, jo, fshati i madh, goxha i madh, fshati i tretë shumë i madh, janë afër 200 shtëpi, ka pas 600 banor. Tani janë largu se nuk ka kushte, nuk ka asgjë. Akoma vujmë për ujë të pishëm. Dritat janë fikën si mas qefit. E kuptoj. Rrugët janë beter, pa hyke rrugët e arave që nuk hym dot ne. Nuk bëhet fjalë për nuk ka shanse të vëmë makinën në ara. Domethënë jemi në harres totale. Bashkia e di situatën, se di, bën sikur e di. Bashkia e di si se di. Po bashkia vjen merr votat dhe ikën, premtim me bosh. As i sens kanë bos. Në një vit, asfaltuam 17 rrugë në fshatra, 15 rrugë në qytet. Prandaj, vizioni ynë është të ecim përpara dhe të bëjmë sa më shumë punë për lushnjën tonë. Do të përmirësojmë infrastrukturën publike në çdo lagje, në çdo shesh të qytetit, por edhe në çdo fshat atje ku mungon sot. Shtojnë ca taksa në bon qytet, po taksa për litë, bërim kot. Drita, dreqim s'ka i pagujmë. I shkot fare, nuk ka si loj. E kam bëm... Kazan Plerës vetëm këtu ka, apo ka dhe? Këto ka bëja bashkia, 2 kazana dhe tabelat, asë sen tjetër s'ka bëma. Këto 2 tabelat edhe do 2 kazana? Aq. Fshat jonë këto ka... Qanë bërta? Këto, ka vite edhe kjo rruga e asfaltuar? Kjo ishte rrugë... Kjo kur është shtruar eksaktësisht, kjo rruga? Ishtu copa kjo është, çdo fushat edhe në 500 metra. Po shumë e amortizuar, ne erdhëm te nga Peqini. Kjo ishte bën 2008, kjo rruga vjetër. Kjo dhe vjetër, po kjo do prishet, se kishe fillu, goxhat prishet. Aja ka shku shumë, këto tysh po prishet më shpejt. Ishtë bën një këmaton këto fshatit dhe s'ta shikosh tani, s'ka mush muin po del. Si rruga tek fshati Manasufaj, që po prishet. Se mbylli syt, merr ata vota që janë për të marrë, mbyll syt, nuk po bëjnë, nuk janë kthy fare nga fshati, nuk e... I lënë çotikin vetë, akoma s'kan ikë. Do vi nesër, do shtrojnë rrugën me çakull, sepse kështu dëgjova që ka ardhur nën kryetari e bashkisë, mos gabon, nuk e di. Ju do ta lejoni të shtrohet me çakull apo do kërkoni? Po ma mirë se këshish apo ke me çakull. Çakulli është akoma më keq, të prish të dalit, do i çaj rrobat e makinës gjitha. E kemi mirë që kemi më mirë, po kemi me çakull. Pra ju thoni më mirë lere kështu se sa me çakull. Çakulli është mrapa shko. Më kuptoj. Na që s'kemi ujë ne, i kemi shpu puset vetë. Me lek tona. Po? Një pus me son shkon 6-7 milion lek, minimumi. 7 milion lek. Këtu në fshat mund t'jem boja 30-40 pusë tilla. Plus saj kam bërë pusë tjera. Pusë që janë jo me sondë, pusë kështu, po investimi i fshatit arrin këtë 3-400 milion lek vetëm për ujë. Do ta kishit bërë. Çdo familje. Do ta kishit bërë vetë ju atë ujësjellsin. Po, i marrim sa të më vadisim, i shpojmë se të kemi ujë dhe për të vadit në qik pemët. Edhe për të vadit pemët. Po, edhe s'kemi qa të bëjmë, të mbijetojmë. Marim çdo shtëpi, kush ka mundësi të ka po pusë për edhe, nuk ka rrugë tjetër. Po ai që s'ka mundësi për pusë si ja bën? Ai dhe vetë mushi ujë dhe kemi çurgët e poshtë, dhe vetë mushi ujë dhe me krah, me gomar, me çfarë tjetër. Po mirë, po kot e nderi si ja bënit ju për ujë molla? E organizoi shtetit e gërmoi di late, bide me rreth të lirë poshtë. Tani këto nuk kanë kohë për ne, nuk kanë gjë. Pra në kohën e Enverit kishit ujë. Po, fshati kishte 3-4 çezma po në fshat ishin. Kurse sot shkoni e merrni ujin ku? Aty ku ish poshtë fshat. Sa larg është? Ishte 500-600 metra larg, nuk e di tani, ish një çurgë atje, kush nuk ka ujë vetëm mbush atje. Po ma shumë të njerëz kanë ngërmuar vetë afërsisht. Atje shkon e merr ti? S'kam ujë. Po si e mbush me motor me si? Me bidona? Bidona. Sa ujë. Po sa më shtëpia. Po për tu larë më dha, po mirë për tu larë si ja bën ti, po mirë për të pirë. S'ka, nuk ka impozit ai s'ka i 7 metra ai më vjet, s'ka të fare më uzun ku pse. Po gati të gërmoj këtë, të marri sonë të gërmoj, po pret vit harit gërmoj. Të gërmojmë se s'ka. Ti kanë 5-6 milion ty ne këtë vit, ë? Dhe i këtë bëna. Do zhytesh këtë vit, i? Do të bëjë, dhe i Greqi, 3 muaj që bëj, çfarë bëjnë? Në të lekë të sonë, se lekë të ujë, sa të bëjë. Të merresh më. Sa shkon 5 milion se Para sa me ka do i ki fell, po se i pa çove që tu jam çift lartë. Po? I ka thënë, e fundi ka bëu zotëria, do të thotë sa ka. 6 milionë gjys, pra 6 milionë gjys duhet i bësh gati ti për të bërë.
Jo, më këtë çmimi që ka vajt naftën mund të vërtetej. O, se mjetë janë ngërë Në sërën dje, s'ki të rrë. Se ka lëvit çmimi naftës, më naftë. Po pra, ju mbani bëni llogarinë e vitit kaluar. Po, hera fundi që u Ne shpru mirë këtu të vajt sfjetë të madhe, ata hanë s'kemi ujë. Njëtë për sfjetë të madhe, hanë s'kemi ujë. Ne mujtë të madhe hanë. I mujë se s'kemi ujë për ne. Shumë e qartë. E kupton? Këtu subvencion nuk ka. Çfarë do gjithë mjedhë që nuk ka asnjë fare. Pa doni naftë tani thotë heq fare vet naftën. Po çfarë mendimi ke për heqjen e naftës? Se tani Po jo, ai s'ka s'do të japi lekë. Edhe bi për qark. Ma bëjnë. Po do ta bëjmë kështu ta bëjmë kështu. Nuk ka këtu, nuk i mbledh dot. Nuk i bën dot bashk. Nuk i bën dot bashk, valla sinjori. Ata bashkë janë ndanë. Tokat janë bërë rypse. Ma e kuptoj. Nuk jep, nuk do të japi. Po pse nuk do t'japi? Ke një shpjegim nga sjelljet e kryeministit ti si banori i fshatit Po nuk do domethënë. t'ja di fare për fshatin atë. Thot akoma rini këtu pse s'keni ik. Kështu ka kuptuar unë. Pse nuk ikni? Çfarë prisni? Dhe vind zest. Zest dhe vind ditë aty dhe vind zest. Fshati ishte në Harres. Dhe vind ditë aty. Harres. Po mos jenë migrantët që ikin me ditë i nimojnë plej këtu këto. Blej do t'i laçet. E kemi tokën arë, nuk e kemi tokën tokë edhe. Kemi për... Unë kam 7 pjesë tokë, ku kam mundësi unë të çoj zorrat, sa ne këtej. Pse ti kanë nda 2 këtej, 1 2 nëm këtej, 3 2 nëm këtej? E 100 metra kam një vend me ti. S'kam çfarë të bëj. Çfarë bësh aty 100 metër shit veçantë? Ku ta lëvë ti çfarë zorrat je, ajo 2 kilometra larg, 3 kilometra. Të marr. Faleminderit. Faleminderit ju që vinë. Rrofsh. Faleminderit. Unë jam